Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë dhe komentuar lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh dua të ndaloj të flas për Eliona Binjakaj, një ish banore e Big Brotherit, një vajzë në fakt shumë e komentuar, një vajzë shumë e përfolur, një vajzë që media ros është destinuar pikërisht te kjo vajzë për të kuptuar se çfarë në të vërtet po ndodh në jetën e saj dhe çfarë në të vërtet po ndodh në realitetin e saj. Është përfolur për shumë ditë që Klodi dhe Eliona kanë përjetuar një krisje shumë të madhe. Klodi dhe Eliona nuk rinin bashkë me njëri tjetrin, nuk ndanin më foto, nuk ndanin më postime dhe menjëherë filluan hamencimet. Në fillim u përshkruajt si një ngjarje e cila ndodhte për klikime, për të marrë vëmendjen, por ditën e djeshme ndodhen lëvizje që ne në fakt nuk i prisnim që të ndodhnin. Ju e dini shumë mirë që për kohë me radhë Instagrami Klodianit ka qenë i hakuar. Me thënë ka qenë një Instagram i bllokuar, mori një vëmendje të madhe se kush e ka hakuar Instagramin, pse u bë kjo padrejtësi Klodit, çfarë ndodh me Klodin, pse gjithë kjo urrejtje e madhe që Klodi u fejua dhe u dashurua me Elionën. Ndërsa nga ana tjetër, ditën e djeshme ka dalë një deklaratë shumë e fortë nga menaxheri i Eliona Binjakaj kundër drejt një djalit, që ai në fakt nuk e ka shkruar se është Klodi, që ta sqarojmë këtë pjesën. Ai thjesht ka akuzuar, por nuk ka cituar me emër Klodian Binjakaj. Tani nëse ne do të futemi në Instagramin e Klodit, nuk ka një luftë mes Klodit dhe menaxherit të Elionës, sepse do me thënë po përflitet jashtëzakonisht shumë. Eliona bëri një postim ku tha: unë nuk kam asnjë problem me askënd. Unë kam përzgjedhur që disa ditë të qëndroj me familjarët e mi që kanë ardhur nga gurbeti dhe nuk kam probleme me askënd. Do me thënë është një postim i madh që Eliona duke që është shumë e mllefosur, është shumë e inatosur, është shumë e nervozuar me komentet, me titujt, me atë se çfarë po ndodh, duke e shkruar në storyen e saj. Nga ana tjetër vjen bomba më e madhe e menaxherit, duke thënë që unë as nuk kam mbyll Instagram dhe as nuk mund të akuzoni, që këtu automatikisht do me thënë lidhet Klodi, se Klodi ka patur probleme me Instagramin. Unë nuk i mbyll Instagramin një djalit që e tradhton gruan e vet me mashkull, që nuk kupton, e quan Klodin homoseksual. Do me thënë, ka nisur një luftë e madhe me dyshen, uroj që të mos të jetë luftë për klikime. Klodi ka patur një afrimitet të madh me lëndrimin dhe atëherë do me thënë është komentuar pjesa e tij seksuale, por unë nuk e besoj që Klodi mund të bëjë një gjë të tillë dhe ta tradhtoj Elionën me një mashkull. Do me thënë, të qëndrojmë tek zënka që po ndodhen, të qëndrojmë tek krisja që po ndodhen, më pas për ta ulëmtuar dhe detajuar në mënyrë pak më të detajuar.